Përshëndetje, shenja e Briciapit. Sot do të interpretojmë kartat për javën 19 me 25 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 3 shkopinjt, ylli, 8 shpatat dhe eremiti. Atëherë, në gjendje personale me 3 shkopinjt, duket se po përgatiteni për zgjerim. Duket si kur prisni diçka ose dikë, si kur bëni plane ose një hap drejt diçkaje më të madhe që ju frymëzon. Ylli ndizet si shpresë dhe udhëzues. Pas errësirës vjen si dritë shëruese, intuit e fortë dhe besim se Zoti po ju drejton drejt diçkaje më të bukur. 8 shpatat paralajmëron bllokim psikologjik. Ndiheni të kufizuar nga frika ose rrethana, por ky është thjesht një iluzion. Me kartën e eremitit, ju reflektoni dhe tërhiqeni nga turma, tërhiqeni dhe nga zhurma, për të dëgjuar zërin tuaj të vërtet, duke gjetur mençuri në vetmi. Kalojmë tek familja ku kemi asin e kupave, 9 shkopinjt, 2 shpatat dhe drejtësia. Në familje duket se me asin e kupave çel një mundësi rigjallërimi, mesazhe të ngrohta ose një fillim i butë emocional. Në shkopinj sjell vigjilencë dhe qëndrueshmëri. Duket se jeni në mbrojtje, por ende të fortë pas provave, duke ruajtur kufit me durim. 2 shpatat tregon udhkryq psikologjik, dyshime ose nevojë për vendim të qartë në familje. Drejtësia rivendos ekuilibër, vendime të drejta, sinqeritet dhe korrigjim të padrejtësive. Të gjitha këto krijojnë harmoni të qëndrueshme, po për disa mund të jetë edhe një skenar tjetër ku ju doni të mbroni një mundësi të madhe që keni dhe nuk dini si të veproni për të mos e humbur. Nga ana intuitive ndjej që mund të keni edhe një lidhje me ndonjë person që mund të jetë në shenjën e ajrit, për shembull në rastin e drejtësisë me ndonjë peshore, ku ndjeni një ngërç dhe nuk dini si të veproni me këtë person. Kalojmë te dashuria ku kemi 4 monedhat, 10 shpatat, mbretëresha e shkopinjve dhe hierofanti. Në dashuri me 4 monedhat, nënkupton se po jepni prioritet sigurisë personale, duke u izoluar nga lidhja për të mbrojtur energjinë tuaj. Kjo vjen nga frika e lëndimit ose nevoja për vetë reflektim, por mund të krijojë distancë me personin tuaj, ose nga mundësi të reja. 10 shpatat paralajmëron mbyllje të dhimbshme, një lidhje ose dinamik dashurie mbaron, duke çliruar nga dhimbja e akumuluar dhe pas kësaj lufte vjen çlirimi, sepse kjo është një luftë emocionale. Mbretëresha e shkopinjve sjell fuqi, është zjarr femërore. Ju ose një grua në jetën tuaj bëheni lider në dashuri, duke drejtuar me guxim dhe karizmë dhe duke e bërë lidhjen më dinamike dhe më motivuese. Hierofanti flet për lidhje të bazuara në traditë, besnikëri, parime morale, ndoshta martesë, angazhim ose një partner që ndan të njëjtat vlera si ju, ku dashuria ndërtohet mbi respekt dhe përkushtim të qëndrueshëm. Pra, dashuria është në një fazë intensive, që mund të ketë nevojë për çlirim dhe për rindërtim, ku kaloni nga izolimi emocional drejt lidhjeve të forta dhe me vlera të larta. Kalojmë tek puna ku kemi 3 kupa, 3 monedhat, forca dhe 5 kupat. Në punë, 3 kupat flasin për bashkëpunim dhe ekipe harmonike, festë profesionale ose projekte që sjellin kënaqësi sociale. 3 monedhat forcon në rritjen kreative, bashkëpunime të frytshme, aftësi që lulëzojnë gradualisht. Forca tregon kontroll ose vetëpërmbajtje, menaxhim të sfidave me durim. Unë do të them mos bini në kurthin e ashpërsisë, sepse mund të përballeni me modalitetin e 5 kupave dhe kjo kartë sjell zhgënjim, faj, pendim, mallëngjime të tjera. Bashkëpunimi çon në sukses, prandaj fokusojeni
veten te ekuilibri emocional në punë. Kalojmë tek Prism Oracle, ku kemi Strength, forca ose kolona. Kjo kartë është thelbi juaj për këtë javë, pra forca e butë, durimi dhe vetë kontrolli i brendshëm. Këto janë asetet që fitojnë mbi provat e kësaj jave për ju. Paçim!